Duke dit raportin ton, thash nuk e beson, s'ka shansë. Si kanë thonë Muhametit, po m'vjen keq, po Blerona s'po të pranon në studio. Hajde ta shohim bashkë. Hyre keme po. Që na sjell gjithmonë kanë këtë bukra në takimet tona. E Shukru mama. Po mirë shmirë, po që si. Që është se... Stres, presion, me sa. Vjeqë, dhe që mund. Se gëzimi so po më kontaktan. Gëzimi këtë që ka folë me ty, producent e emisionit. Po më tregon se s'është të dorë diçka Blerona. Qish? Se të dorë diçka Blerona me të posë në studio. Minutat e funit ndryshoj mendin. Vetëm pak. Kusht ka thonë me thirë Muhametin, adin që nuk folën me ta mës. Po më thotë më Blerona nëse. A e të bëhaj gara jo? Jo, seriozisht, gëzime veçam të regoj se kjo nuk e pas ka ditë e momentin që ja orë të tash. Nuk e ka ditë kështë mësafiri i parë. Veçam po më të regon ke Blerona. Prej studios. Shnosh? A e ke bune sa në mëni kesh Blerona nëse? Jo, më rëpë, njëna rritë bashkë më rëpë. Se me pas të në këtë që shumë lefë të më shkru. Të më zdina që me abomë, da s'kena s'aferas. Unë nuk himo. E ke qëtë mikrofon? Kështë ka thonë që... Jo. Mare edhe ajo ka punu me Bleronin, në konë në për Turkije, në ma një me gru me kejtë. E do pëdu. Kështë ka thonë me thirë Muhametin, e din që nuk folim me ta, mos ka bo me mashtin studi, se nuk e mboj ndërvisën që është banja këtheja direkt. Se të kjo... A e din për cëllë Muhammed ajo, tuj? Unë me di që ka problem Blerona me mos të shahë. A përdin, nuk jam banë vëdo. A është të sigur Që të regoj gëzimit, kontakte edhe njerë me ka dhe gëzimit. Veç në sekund. Dhe të shumë presion. Shoki Muhammed, nuk është të dorë shkërqysh me anisë emisionit. Më vjen shumë keq. Jo, po vjen keq nuk e di që pa qysha. Nuk e di pse tonë kem laf ekstrem edhe ati jetu i po presion. Për që ta veta është ka mirë emision ajo? Jo, live është emision. Më vjen keq shumë. Ku vjen keq për juve? Se nuk kom absolut të gjëve. Breng. Jo, në ti. Breng e kena. Valloj, breng e kena. Gëzëm, hajde. Njerën e nushëm. Qysh ke të thonë? Pash ku bëhet, kam mirë më shef me njerën e nushëm 10 minuta, 20 minuta para iftarit edhe dyshish edhe e përshëndes edhe aktorin e famshëm që më halë shumë kamirën. Edhe i thash ma herët kur erdhe që për në mek shumë bëndshëm ka folë, po nuk gjysha. Une edhe ma herët u arsetëshë edhe shpi pandemis në komet me besu kërkujt, a bëdin. S'po do më më folë, o dhnu. Ja halëzësha fjallë që këm bo projekta, këm dërgu, suksese, kina folë, më pas dhe që adin, nuk. Isha në Instagram, marrë më se... Tregom qa mendove, se do me thonë ti nuk pranove, dhe ma si tregun djemt, nuk pranove mu këthy pro në studio. Qka mendove kur dole? Pa, unë e disha, jo, probleme që nuk ke disponime për me dalë në televizion. E qartë. Qire, për shambull për në metë, kur është njerën në ushëm, nuk ka disponime, nuk e ka ato, edhe ti pranojnë e krejt, pa kur bësh nervoz, edhe u bëna nervoz jash mas, a vëdin se për në memë që të mpi kontrolë, se nuk ke momente, a vëdin se... Nëse nervoza jote është që kjo, atëhere, unë s'pas kam pa kur njëri nervoz ma të qetë. Jo, kjo është, qire tash, unë me këtë djallin kësë ka faj, se këtë thëjke Blerona, unë kisha problemin me ti, unë ja bëjsha ko Blerona, jo thëjke live është, apëden se unë do isha me taku ty live, kuj ki, a e për një me i ki, Po. Unë këtina si takon, unë me më pa që jam nervoz, unë e u bona nervoz që ke i den, unë e u bona nervoz kër më thanë kamerë më shef,
Se unë okej, pranova që ti s'po do më pa dhe në rregull është. Po. Dëshira jote. Të kërkojnë falje edhe një herë. Unë publikisht në emër edhe të nitit edhe të gëzimit, edhe Agnesës, e plot do kolegëve që kemi qenë shumë entuziast me apo reagimin Muhametit. Kështu që më falë edhe një herë. Jo, tamam, puna. A kthehemi te rubrika edhe te pyetjet për problem. Ramazanin. Çfarë moshe ke pas kur ke agjëruar për herë të parë? Qëre, sak nuk e di, Se mban me. nuk e